Kur nuk kanë argumente për të mbrojtur dështimet e tyre, vlen zgjedh shpifjet dhe sulmet ndaj BDI-s, por faktet nuk ndryshojnë, thuhet në një reagim nga BDI-a. Sipas BDI-s, vetë ministri Goran Minçev deklaroi se ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat mund të miratohet edhe me badenterë të vogël, ndërsa Izet Mexhiti u detyrua të bëjë thirrje opozitës shqiptare që ta mbështesë ligjin. Kjo është prova më e qartë se vlen nuk e ka legitimitetin etnik, nuk i ka votat e nevojshme për ligje që votohen me badenterë, por i ka vetëm mashtrimet dhe shpifjet, thuhet në reagimin e BDI-s. Në vend që të jap përgjigje pse ligji nuk përmban mekanizma të detyrueshëm, sanksione dhe garanci për zbatimin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, vlen përpiqet ta zhvendos debatin me akuza politike ndaj BDI-s. BDI nuk do të votojë një ligj që e lë përfaqësimin e drejtë në mëshirën e metodologjive që qeveria do t'i hartojë post festum. Të mbrosh marrëveshjen e Ohrit dhe garancitë kushtetuese nuk është bllokat për përgjegjësi politike dhe kombëtare, thuhet në reagimin e BDI-s. Sipas integristëve, ironia është se ata që sot akuzojnë BDI-n për pengim janë po ata që dje premtuan një mekanizëm më të fortë se balansuesi, ndërsa sot kanë propozuar një ligj më të dobët se ai.